Amerika nuk ka qenë kurrë më e fortë. Trump, ëndra amerikane është rikthyer. Presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump mbajti një fjalim me tone optimiste dhe patriotike gjatë festimeve të ditës së pavarësisë, ku deklaroi se Shtetet Bashkuara janë sort më të forta se kurrë. Duke i referuar vonesës së ceremonisë për shkak të motit, Trump e nisi fjalën e tij me humor, duke i drejtuar pranishmëve. Mirëmbrëma Amerikë, nëse mendoni se ishte lehtë, nuk kishte. Ai falenderoi qytetarët e pranishëm duke theksuar se ju jeni njerëz shumë të veçantë dhe keni një vend shumë të veçantë. Duke rikujtuar historinë e Shteteve të Bashkuara, Trump vlerësoi arritjet e vendit dhe u shpreh se Amerika po ecën më mirë se kurrë më parë. Po ja dalim më mirë se kurrë më parë. Sot vendi ynë është më i fortë, më i lirë, më i pasur, më i sigurt dhe më krenar se kurrë më parë, deklaroi ai. Gjatë ceremonisë, presidenti prezantoi dhe një koleksion flamush historik për cilët ta se valviteshin 250 vite më parë. Trump përsëriti se liria e amerikanëve nuk do të vihet kurrë në diskutim, duke deklaruar se amerikanët nuk do të lejojnë kurrë askënd t'u heqë lirinë dhe kjo nuk do ndodhë. Në vijim të fjalimit, ai u ndal te ajo që e quajti rikthimi i prosperitetit amerikan. Ne kurrë nuk e kemi pasur ëndrrën amerikane siç e kemi tani. Ëndra amerikane është rikthyer, shumë e fortë, është e bukur, u shpreh Trump. Presidenti amerikan foli edhe për ushtrinë duke theksuar se respekti nga Shteteve të Bashkuara është rikthyer në arenën ndërkombëtare, njerëzit respektojnë përsëri vendin tonë, ne rindërtuam ushtrinë tonë gjatë mandatit tim të parë, tha ai, duke shtuar se forcat e armatosura janë tashmë më të forta dhe më të fuqishme se kurrë më parë. Në mbyllje të fjalimit, Trump përcolli një mesazh optimist për të ardhmen e vendit. Amerika është një kom fituesish dhe ne po fitojmë si kurrë më parë, përfundoi presidenti amerikan.